Apo ndryshon qëndrimi i lëvizjes Besa ndaj PDSH-s? Kryetari i kësaj partije, Bilal Kasami, gjatë ditës së djeshme u takua me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, Menduh Taqin. Nga lëvizja Besa njoftojnë se në takim është bizetuar për ngjarjet aktuale politike. Lëvizja Besa e udhëhequr nga kryetari Kasami gjithmonë ka qenë dhe do të jetë interesuar të gjejë mënyrë dhe mekanizma për të gjetur rrugën më të mirë për artikulimin e interesit të shqiptarëve në Maqedoni. Kasami në emisionin Klik Plus në mars të vitit të kaluar kishte deklaruar se nuk do të ketë relacion me partinë e PDSH-s, përderisa në krye qëndron Menduh Taqi. Problemi i PDSH-s qëndron fatkeqësisht vetëm tek lideri të cilin e ka. PDSH-ja në strukturat e saj poshtë, më thonë, duke nisur nga pozicioni nën kryetarit e deri në strukturat poshtë, ka njerëz të mirë, të cilët ne i vlerësojmë dhe kemi relacione të mira dhe ne nuk duam që të kemi ndonjë relacion të çfarëdo llojshëm me këtë subjekt politik, derisa në krye të saj është personi i cili e udhëheq këtë parti politike, por në të njëjtën kohë ne nuk duam që të kemi ndonjë relacion tjetër fare, nga shkaku se thash, ne i respektojmë të gjithë ata të cilët për ideale gjenden në këtë subjekt politik dhe nuk pajtohen me këtë lloj të menaxhimit të partisë politike. Zëdhënësi Besës Faton Fazliu mohoi se takimi mes Kasamit dhe Taqit nënkupton mundësinë për ndonjë koalicion ndërpartiak.